persona që i kërcasin shumë gishtrinit, a mund të shkaktojnë këta... S'ka lidhje me atë. Nuk ka të lidhje. Parkinsoni nuk është smundje periferike. Parkinsoni nuk vije për shkak të nyje ose për shkak dorës. Që të zhvillohet e lëvizja dorën këtë formë? Po. Kjo nuk është lëvizje thjesht. Lëvizje thjesht është kur e shohim. Mirë po, ideja fillon në korën e trunit. Për me lëviz. Mandej kalon në ganglionet bazale, të cilat preken prej Parkinsonit. Prej ganglionet bazale kalon në trun kontrolor, në trunin e vogël, edhe në fund vazhdon të muskuli efektor për mes palcës kurrizore për me lëviz dorën. Po mundon sa më thjesht me shpjegoj. Një prej hallkave të lëvizjes, një prej hallkave motorike janë ganglionet bazale. Aty është një hormon ose një neurotransmiter që quhet dopamina, ose substanca zezë, ndryshe quhet substancia nigra, ku dopamina mungon të ai region, edhe për këtë arsye shfaqet Parkinsoni, kështu që s'ka lidhje me lëvizje durve me ato gjëra. Këtë problemi është lart në kokë. Shumë mirë që sqarove, sepse jena arritur na thonë mos i kërcit gishtat se dridhen durt kur të plakesh. Domethënë po pres kur kanë mjanis me mund dridh durt, oni kërcas shumë gishtat. Jo, mundesh me vazhdu lirisht sa për këtë Parkinsonit mos ke gati.